Ndoshta fama në ditët e sotme është më e rëndësishme se sa një diplomë në biznes. Diploma është veç letër, edhe unë gjithmonë e kam pas këtë ide, bile diplomën time të MBA-t e fatalon ja 2 muaj në tavolinë, edhe tani asistentja pat marrë pat shtit dikon, e dojsha me bo beje që pasha zotin se diku e kam diplomën. Edhe mu dasht BÇK-ja ma lypi për një rast që isha në bord më ftun të një kompanije, edhe së në gjejsha, edhe mu dasht me porosit me pagu 450 euro në Sloveni për me maqu kopjen e diplomës. Po, unë me atë mesazh fundosh me thonë që ajo është veç letër, edhe shemu ka institucione publike ose kështu që duhet si kërkesë me pas diplomë si letër, po përndryshe, në çfarë do profesioni, do më thonë është sa je ti i përgatitën. Sa je i përgatitën në aspektin personal, do më thonë si ke zhvillu aftësitë tua, aftësitë e hulumtimit, aftësitë e komunikimit, do më thonë verbal apo me shkrem, aftësitë e organizimit, përballimin e